Të them një provë tjetër. Pa rregullsinë këtu. Ja një sekondë përgjigju ti. Atë që ta Bushati plus. Edi Rama jam okej me ty në çdo pikpamje që ka përdorur të gjitha mjetet për të gjetur një mënyrë afrimi me këtë administratë dhe me Trumpin. Dhe për hallet e veta. Dhe ka një vit që mundohet shumë. Po këtë po të them pra. Dakor. S'ka pse ta përsëritësh. Tani unë dua përgjigje të kësaj tjetrës. Jo kësaj që them unë. Lëvizja e tij kryesore ishte dorëzimi i Sazanit dhe i Zvërnecit te familja Trump. I mori dhe i hodhi aty. Opozita në vend që ta denonconte këtë si korrupsion në çdo vend të botës, Lela, më shiko drejt. Do kishte lënë gjepa bërë opozita, nëse do ishte një opozitë e vërtet, me këtë marrje të kësaj, të këtyre pronave dhe dorëzim te Trumpi. Opozita doli kryetari i opozitës. Ç'a thave? Edhe unë kam dashur t'ja Berlusconit tha po ras mundja, Rakovi. Ta ja përgjigjen unë. Përgjigjen, ma përgjigj. Tani. Pse s'that një çerek fjale për këtë gjë, po përkundrazi? U gëzuat më shumë se Rama për dhënien e Sazanit dhe Zvërnecit. Ja ta jap përgjigje. Në një vend ku s'ka si investim të huaj, ku të gjitha po unë të lash, s'ka si investim të huaj. Dhe kuptoj dhe popull. Kur investimi është amerikan, kur investimet bëhen... I familjes Trump, investimet bëhen 30-70 mes oligarkëve dhe pushtetarëve, dhe hidhen miliona euro në rrugë dhe rrugët bien mbi rrugë. Dhe kjo ju detyroi ju të mos flisni fare. Të gjitha bashkë dhe Partia Demokratike dhe Sali Berisha është një... Toni tani këta apo jo? Pse s'kan folur për? Po më kuptova, po... Le të them budallëkun tim dhe pastaj... Jo, më e kuptova, po ti po na merr për trapan e komplet këtu, e kupton? Jo, po ti s'më le të them... Po ti po na merr për trapan e tani, ti po na thua ne që Shqipëria s'ka investime, ndaj u gëzua opozita që ju dha Trumpit pasuritë shqiptarëve. Partia që është themeluar ndër tjerë dhe nga Amerikanë. Nuk kishit byth, o Lela, nuk kishit me ndër byth, të flisit edhe një fjalë të vetme. Në çdo vend të botës se di çfarë do ishte bërë apo jo. Do ishte bërtitur opozita në kem. Jo anti-amerikan, më jo. Nuk e kemi qëllim në vetvete. Me Amerikën janë të unë, më. Nuk e kemi qëllim në vetvete anti-amerikanizmin. Është kjo partia tjetër që e ka. Kjo e ka. Dhe e bën për transakcion. Kjo je pronat dhe ju përqafoni dhe Po pse reaguam ke Durrësi, mo ke Durrësi? Në gjak dhe për transakcion e shesit. Pse reaguam ke Durrësi? Fjala marri dolën kundër këta. Po pra. Ke investimi Durrësi dolën kundër. Po pikërisht pra se si ishin amerikanë. Edhe ky huaj si ishin amerikanë. Ne si jemi anti-amerikanë. Po dhe investim komplet i huaj është kemi këtë epidemi. Por ti je drejtor komunikimi, ti duhet të bësh ti apo jo? Po. Ti duhet të jesh i vetmi njeri aty që thuash sa gjëra të vërteta ore. Edhe sikur të përkthen ata. Edhe sikur të heqin, o dëgjoj mua. Edhe sikur të heqin, do të nderosh veten. Se ne e kuptuam me vonesë sa gjëra, edhe unë kam tjera. Të pro-amerikanizmin e besoj më shumë se kushdo aty. Se je amerikan. Se ke jam shqiptar, por edhe pasaport amerikane? Por kam Po çon si ka kjo? Këtë besim kam më tani. Ka lidhje me Fol pres se na ngjiri. Na ngjiri dhe nuk dëgjon. Ti duhet të jesh njëri që ti mësosh ata, drejtor komunikimi. Sa gjera. Po s'lejna dolla, po dole kur gjithës. Le që ata të rajnë aty qërë. Rama e thame për para dhe më ka shkuar në bordin e paqes edhe me miratimin e opozitës dhe ka bërë shumë mirë që. Prakisht një votim konsensual që Shqipëria të marrë pjesë, ftesa e ka arë Shqipërisë, për e ka arë dhe kryeministrit, nuk e ka arë presidentit, kështu është, nuk di që ka ndodhë në kulisa. Pra është një ftesë që i dërgohet kryeministit Shqipërisë i cili nuk ka atë pozitë dhe këtu duhet të ngulmojon që nuk ka nevojë për teprime. Nuk ka Shqipëria atë pozitën që ka Venezuela, Rusia. Kemi okej më pres për këtë e thamë. Tashi. Pjesën e parë. Për sa i përket investimeve, shiko. Për mendimin tim, opozita prap ka mbajtur qendrim, ka thënë nuk ka denoncuar gjë, ka thënë le të bëhen, ato do vinë. Sepse duhet me qenë realist. Këto janë pro-amerikanë, ajo është pro-amerikanë, e Lela e di me kohë. Këto kanë dhe i problem me Amerikën, se janë të angazhuar, me mishëm... Unë kam thirrur si drejtor komunikimit të opozitës, me para, si pro-amerikanë. Për të heqë sankcionimin. Kështu që si do... Për të heqë sankcionimin dhe akord, pastaj. Kemi këtë hallë, po le ta thot, pastaj. Ky drejtor komunikimit, kemi këtë hallë, do heqim sankcionimin dhe... Do gjëra edhe po ta kenë idenë që është investim transparent. Pra duhet jemi edhe ne realist në analizën tonë. Jo, ne themi gjërat që mendojmë. Ajo që... Mund t'i mendojmë gabim? Jo tani, realist. Çfarë realiste? Që ka e mallin këtyre?
Hallet që kanë këta. Ajo që duhet të Qajmë hallin e dramës, qajmë dhe hallin e këtyre dhe mbaron. Jo, më ne nuk po qajmë hallin e Bajnë tonet njeriu. si me Ne zonë. po themi Jo pra se Përpara. O Ylli, do Zonja pushoj do më. analizojmë se nuk mund të zonja nuk fliste. Po të qeda. Qeshte Jo, pak, jo. sepse i kupton dhe të gjitha që të shim ne Me gjithë. thamë, pra, dhe ne kemi për Qeshte detyrë pak e të gjithë. themi. Ky të bën të merr për... Po thot, ai po thot vetëm një gjë. Nuk e ngremo, jo. Ai po rriheshtur më shumë se kur, s'ka ne Fredi, Ky e kupton barabar me ne. Fredi, falim, Fredi po thot një gjë që kjo narrativa që përmende unë fillim dhe që është qetësuese për opozitën, nuk ka autorësi nga kryetari i partisë, megjithëse kryetari i partisë është aty kur nxirret, domethënë ajo Ramaduro. Ramadura, fotografia, domethënë ajo le të kuptoj që është brenda. Ne që ai është Ramaduro ne mendojmë dhe e themi, kjo s'ka, ore se takoj Trumpin ne nuk mendoj që ai është Ramaduro. Dhe është ai, Ramaduro është. Dhe është, më është. Dhe është. Se se keni bërë ju atë, e ka me forcat e vet ai. Ne po takoj edhe Zotin po tash. Se s'po komplekson nga kjo ylli. Do të Zotin po e takoj, në Ramaduro do i themi. Ai takoj papën me rrobat e rëmbimit. Ai takoj papën, unë katolik jam, po se takoj papën, unë nuk mendoj që ai është Ramaduro. E ke veshur me rrobat e transferimit të... Me rrobat e rëmbimit që do e marrin. Që do ta marrin, e kuptoni? Me që fole për simbole, ja ku e ke. Jo, është fabula pra. Tani, ajo u bë, ajo kostum u bë më i kërkuar në rrjet. E kanë veshur me rrobat e marrjes, o presh. Te po them unë, po them këtë gjë që ajo opozita që duhet mi i bë qefin vetes, se gëzohen me njëri tjetrin, që nuk qëndron, domethënë, nuk qëndron nivel krahasimi. Ti mund të thush çdo gjë ka boll. E fundit që do thoja unë, vizita... Sigurisht të fundit të kur. Jo, të fundit se thash, po them tani. Vizita, sepse nuk duhet të kalojmë tani në ekstremin tjetër, që shkojnë në Amerikë, Rama, problemet që me cilat përbëjnë dinamikën e marrëdhënieve SBA-ve me Shqipërinë ngelin po ato. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa herë vinë këtu dhe sa herë kanë folë do, 10 muaj, 11 muaj, kanë kryer fjalë drejtësinë. Kjo nuk pëlqejet shumë që e them unë shpesh e di, po imi të vërtet. Të endo jeshtu. Kjo, në qoftë se Rama do jetë një iluzionin, se me qenë se takova Trumpin, ku di unë isha atje, dhe tani u hap rruga që të vazhdojnë, dhe më thënë, me ndryshimet në kodin e procedurës penale, në pengimin e heqjes imunitetit të Belinda Ballukut. Drejtësia këtu preç ka rënë totalisht, jemi okej me këtë pikë dhe të vijojmë te kjo pjesë. Jemi shumë okej dhe do ta vazhdojmë dhe e kemi bërë vazhdimisht. Për mua, si moderator emisione, kam ndërtuar shumë emisione dhe drejtësia ka vjedhë drejtësie madhe, e madhe unë i them asaj, 99.3%, domethënë ka dështuar totalisht. Vetëm spaku ka një gjë dhe këto, ajo ka dështuar, por ne kemi thënë vazhdimisht dhe... Stivojnë dosjet. Stivojnë dosjet.